Shefshki e qartë, rritja e shpenzimeve të doja të dia për mbrojtjen ka qenë një nga temat kryesore të samitit. Sa i domosdoshëm është ky angazhim në situatën aktuale të sigurisë? Në atë aspektin e mbrojtjes dhe të sigurisë, nëse sheti LGBT ose sa kanë investuar shtetet e NATO-s, ka qenë investim shumë i vogël. Askush domethënë nuk e ka vlerësuar, por sipas mendimit tim pak thashtë edhe në vlerësuar ajo fuqia ose agresiviteti i Rusisë, dhe pastaj me reagimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku gjithë secili duhet të participojë për siguri, është vendosur larg tashmë ajo letargji vetë që ka kaluar, dhe gjithë shtetet anëtare të NATO-s po mundohen për sigurinë. Pra, këtu po flasim për një siguri kolektive, për një siguri të përbashkët të gjitha 32 shteteve anëtare që janë NATO-s, për t'ju kundërvuar çfarëdo rreziku tjetër, dhe Evropa po merr dal nga dal tashmë, edhe ato domethënë përgjegjësitë e veta që takojnë. Dhe ato domethënë qielli tashmë do të kontrollohet nga një shtet anëtar i NATO-s që është Suedia, po mirët dal nga dal përgjegjësi që gjithë secili shtet anëtar mos të pret ndihmën veç Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ta merr edhe përgjegjësinë e sigurisë që është tash faktik sepse lufta është në Evropë dhe ti duhet sillesh komfort edhe situatës në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes, gjithmonë për preventiv, sepse i gjithë NATO po thotë ne po bëjmë preventiv që nga shtetet e Baltikut atje dhe deri në Turqi atje në kufi me Iran.